Pastor Akilpano gëzuar. Gëzuar, kënaqësi vërtet. Ka ardhur Zoti në kishën tuaj. Të dua, sot o Zot, se për mua ti kujdesesh, më tepër se kushdo. Flori Momajezi, i cili ka disa vite që është zhdukur nga tregu muzikar, është larguar më saktë. Dhe në një nga këto postimet me video ka thënë që unë kam vdekur për së gjalli. Mbase Flori ka përjetu diçka që unë nuk e di, ne nuk e dim, edhe ai është okej me idenë të ruajturit të kësaj, çka ai ka përjetuar, që mund të jetë lëndim, mund të jetë dhimbje, mund të jetë tradhti. Shpresoj të jetë historia e farës tek Flori. Që fara së pari, thot Jezu Krishti i Nazaretit, duhet vdes përpara se t'i japi jetën një bime të re. Edhe si duhet ta kuptoj Flori këtë? E kupton Flori. E kupton? E kupton patjetër. Pastor, përkthimi i këtij emri, këtij titulli është Bariu. Ne, besimtarët, jemi delet e Bariut shpirtëror, apo jo? Delet jo në dimensionin e deles gëzuar. Kujt i shkojnë gëzuar? Kujt i shkojnë më pas delet? Një politikani apo një pastori? Bariu i mirë, thotë, e jep jetën për delet e tij. Dhe thotë, unë jam bariu i mirë. Do shkosh të takosh Ilir Metën? Do takoj Ilir Metën sepse besoj për shumë arsye. Së pari ka nevojë për Zotin. Është Ilir Meta apo është edhe Erion Veliaj në burg? Veliaj. Me komunikimin publik që shikoj nga burgu, ka një det zemërimi që derdhet prej tij në publik. Nuk e di, është gati, është i gatshëm. Për ty, cili është sekreti për të mbajtur pasionin gjallë në çift? Qofse ai e dëshiron gruan e tjetrit, por nuk arrin dot të shkojë me atë gruan e tjetrit. Ai quhet mëkat? Po, ne harrojmë Zotin Që na shef. që na shikon. A mos ndoshta është një stereotipizim. Xhaxhai të ka shpëtuar nga të qenit një Don Juan? Interesante si pyetje. Gëzuar, faleminderit. Sot u rrëfeve para meje. Shpresoj. Ishte një rrëfim i bukur. Po presje nesër të vini ju.